Dhe bijtë e Noeut që dolën nga arka qenë Semi, Kami dhe Jafeti. Kami është babai i Kanaanit. Këta janë 3 bijtë e Noeut dhe ata populluan tërë tokën. Më vonë Noeu, që ishte bujk, filloi të mbjellë një vresht dhe piu verë e ude dhe u zhvesh në mes të çadrës së tij. Dhe Kami, jati i Kanaanit, pa baban e tij lakuriq dhe vajti tu thot vëllezërve të tij që ndodheshin jashtë. Por Semi dhe Jafeti muarën një mantel, e hodhën mbi shpatullat e tyre dhe duke ecur së prapthi mbuluan lakuqërsinë e babait të tyre. Dhe me qenë se fytyrat e tyre ishin kthyer nga ana tjetër, ata nuk e pan lakuriqësinë e babait të tyre. Kur Noeu u zgjua nga dehaja e tij, mësoi atë që i kishte bërë i biri më i vogël dhe tha: "I mallkuar qoftë Kanaani, ai qoftë shërbyesi i shërbëtorëve të vëllezërve të tij." Pastaj tha: "I bekuar qoftë Zoti, Perëndia e Semit, dhe Kanaani të jetë shërbëtori i tij." Perëndia ta rrit Jafetin dhe ky të banoj në çadrat e Semit. Kanaani qoftë shërbyesi i tij. Mbas përmbytjes, Noeu jetoi 350 vjet. Kështu Noeu jetoi gjithsej 950 vjet, pastaj vdiq.